mëshira Allahut, bujaria Allahut është më e madhe sa mëkatet që i ka bërë. Nuk mundet ai me qenë më gjunashar se sa Allahu është mëshirues. Allahu i don ata që pendohen. Allahu i don ata që pendohen dhe kërkojnë falje tek Allahu. Edhe nëse kanë hyrë thellë. Edhe nëse kanë hyrë thellë. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj o ju robër të cilët e keni ngarku veten ju domethënë me gjunahe, me mëkat, la taqnatu min rahmatillah. Mos i ndërprej shpresat mëshirën e Allahut. Allahu o të thirr, o të tregu kur mos ju shpresat mëshirën time. Mjafton që ti mu kthi mi drejtu njerë durt ka Allahu, mi thonë Allah falë. Se te prova. O Allah falem se falem se te prova, Allahu të falë. Nëse e kim me sinqeritet, e kim me bindje dhe ndalosh nga veprat e këqija, padyshim e përmenda që ka kushte këtu të pendimit. Amo nuk është kurrë vonë hiç. Pavarësisht është i ri, i vjetër, ajo kryesore është që ti mund dal dhe me drejtu Allahut në pendim. Edhe ti je sigur që Allahu ta pranon pendimin nëse e kim me sinqeritet.